Policia e Burgjeve ka intensifikuar kontrollet në institucionet e vuajtjes së dënimit në vend, ndërsa gjatë një operacioni të zhvilluar në burgun e Shkodrës janë zbuluar dhe sekuestruar 3 telefona celular të fshehur në ambientet e brendshme të godinës. Kontrollet janë kryer nga stafi drejtues i institucionit në bashkëpunim me efektivët e policisë së burgut, duke u fokusuar kryesisht në godinën numër 2, ku dyshohej për sende të ndaluara. Gjatë verifikimit, efektivët kanë gjetur një aparat celular Nokia, një iPhone së bashku me 2 fisha karikimi, si dhe një tjetër telefon të markës Xiaomi. Sipas burimeve zyrtare, pajisjet ishin të fshehura në lavanderi dhe në ambientet e dusheve në përpjekje për t'u shmangur kontrolleve të autoriteteve penitenciare. Deri më tani nuk është përcaktuar se kujt prej burgosurve u përkasin celularët e sekuestruar, ndërsa administrata e burgut dhe strukturat përgjegjëse kanë nisur verifikimet për identifikimin e poseduesve të tyre. Kontrolli në burgun e Shkodrës vjen në kuadër të nismës së Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve për kontrolle të imtësishme në të gjitha institucionet penitenciare të vendit, me synim goditjen e sendeve të kundërligjshme dhe rritjen e sigurisë brenda burgjeve.